Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, tashmë për të sjellur një diçka që mua më ra shumë në vëmendje. Le të themi që familjarët tashmë po mbështesin njëri tjetrin. Në Instagramin e Gjestit, në story po pranohen hashtag të cilat janë në mbrojtje të Gjestit dhe për të përulur ato fjalë që fliten në raport me Eglin që Gjesti është fajtori për gjendjen shëndetësore të Eglit. Për shembull, një hashtag i cili që është pranuar në storin e Gjestit, që do me thënë tashmë familjarët janë kundër marrëdhënies së Gjestit edhe të Eglit, është kjo: pse duhet të fajsoni dikë për traumat që mund të ketë dikush nga e kaluara, që nuk e ka përdorur asnjëherë për loj Eglin, është fakt se mund ta kishte mashtruar dhe do kishte bërë super loj, por zgjodhi që me të ishte i sinqert, kështu që Gjesti t'i e një zemër. Më pas tjetra është kjo: nëse një djalë luan me një vajzë kryqëzohet, nëse një djalë tregohet realist me një vajzë dhe nuk krijon lidhje me atë, përsëri kryqëzohet. E po ja, këta jemi ne o Gjest, një popull me shumë fytyra. Më pas kemi plot komente të ndryshme që vijnë nga ana e Gjestit, që thuhet: sa do të ulin, akoma më shumë do të ngrihesh zemër. Më pas është u kry çdo sen, dhe komente të ndryshme që kanë të bëjnë me komentimin e Gjestit, duke quajtur krye fjalën dhe Gjesti një ndër njerëzit më të dashur. Do me thënë tashmë dhe familjarët e Gjestit, siç nuk kuptohet, janë kundër marrëdhënies së ndërtuar dhe marrëdhënies së krijuar në shtëpinë e Big Brotherit. Ndoshta mënyra se si Egli po i përjeton gjërat dhe mënyra se si Egli po thumbon në rrjetin e saj social Instagram e bën që familjarët e Gjestit të qëndrojnë më të ftohtë në këtë raport dhe mos marrin vendime për të patur një diçka më shumë e Gjesti dhe Egli. Kjo nuk kupton që ndoshta familjarët janë shumë të lënduar dhe dëshirojnë që të shikojnë djalin e tyre të lumtur dhe po e suportojnë pafund. Doja të marr mendimin tuaj, si mendoni ju për këtë ndarje? Hashtagat të këtilla janë pranuar dhe në story në Instagram të Egli që Gjesti është fajtori, Gjesti e ka bërë gjën, do me thënë kur menaxhohet nga familjarët e saj, dhe sot kur Instagrami menaxhohet nga familjarët e Gjestit, do të thënë pranojnë këtë gjëra. I kjo nuk kupton që familjarët nuk janë dakord dhe besoj që nuk kanë kthyer edhe mesazhe ashtu siç nuk i kishin kthyer Xhenetës, derisa Gjesti të del nga Big Brotheri dhe ta vendosën vetë se me kë do të jetë dhe me kë do të jetë në lidhje. Unë jam shumë dakord që familjarët të mbajnë këto qëndrime, jam shumë dakord që familjarët të mos kthejnë mesazhet, mos marrin vendimet, mos marrin situata, derisa vetë fëmijët e tyre akoma nuk kanë dalur për t'i qartësuar gjërat. Do me thënë, ajo që u ndërtua brenda tashmë po prishet, edhe pse në Instagramin e Gjestit nuk ka patur asnjë fotografi me Eglin, besoj që gjëra që Egli i shikon tani. Ndoshta që më herët familjarët nuk kanë dashur të veprojnë sepse Gjesti ishte mes dy zgjedhjeve, të vazhdoj apo jo. Si e komentoni ju këtë gjë?